Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Temperaturat e larta kanë shtuar vigjilencën e shërbimit veterinar në qarkun e Gjirokastrës. Monitorimi i fermave po kryhet çdo ditë për të parandaluar përhapjen e sëmundjeve të bagëtit, ndërsa veterinerët bëjnë apel blegtorëve të bashkëpunojnë dhe të raportojnë çdo rast të dyshuar. Labova e Kryqit në bashkinë e Libovës vijon të jetë një nga destinacionet më të vizituara turistike fal historisë, kishës së njohur dhe mikpritjes së banorëve. Turistët zgjedhin të eksplorojnë zonën edhe përmes aktiviteteve si udhëtimet me kuaj, ndërsa investimet në zonat rurale synojnë përmirësimin e lëvizjes turistike dhe kushteve të jetesës për komunitetin. Në 2 vjetorin e ndarjes nga jeta gjeniu i letrave shqipe Ismail Kadare përkujtohet në qytetin e lindjes përmes një organizimi të veçantë. Kronik në Fes është titulluar aktiviteti 2 ditor që nisi me fëmijët e qendrës kulturore Fato Berberi. Në përkujtim të rënjes së Qerqisë Topullit, Bulen Aipit, Persefoni Kokdhimës dhe Muzafera Asqeriut në sheshin Qerqisë Topulli në Gjirokastër u zhvillua një ceremoni homazhesh me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të institucioneve vendore, veteranëve, familjarëve të dëshmorëve dhe qytetarëve. Ju njohim tani më gjerësisht. Prefektja e qarkut Vlorë Evis Allushi ka vizituar terminalin modern të Sarandës. Allushi vlerësoi rëndësinë e këtij investimi, i cili përmirëson ndjeshëm standardin e shërbimeve për qytetarët dhe vizitorët. Terminali i ri përpunon pasagjerët e 10 linjave ndërqytetëse dhe 2 linjave ndërkombëtare. Terminali i ri udhëtarëve në qytetin e Sarandës, i njohur ndryshe si Saranda Welcome Center, është vizituar nga prefektja e qarkut Vlorë Evis Allushi. E shoqëruar nga kryetari i Bashkisë Sarandë, zoti Oltion Çaçi, dhe drejtues të shërbimeve publike të bashkisë, prefektja u njoh nga afër me funksionimin e këtij terminali modern, i cili përpunon pasagjerët e 10 linjave ndërqytetëse dhe 2 linjave ndërkombëtare. Gjatë vizitës, prefektja vlerësoi rëndësinë e këtij investimi, i cili përmirëson ndjeshëm standardin e shërbimeve për qytetarët dhe vizitorët, duke ofruar kushte moderne pritje dhe një organizim më funksional të transportit. Investime të tilla, shpreh prefektja Allushi, kontribuojnë në zhvillimin e qëndrueshëm të Sarandës dhe në forcimin e imazhit të saj si një destinacion turistik modern dhe mikpritës. Terminali i ri Saranda Welcome Center, qysh në ditët e para të hyrjes së tij në funksion, ka sjellë impakte pozitive në zbutjen e fluksit të lëvizjes së automjeteve në kulmin e sezonit veror të këtij viti turistik. Me një sipërfaqe prej 3700 m2, terminali ofron rreth 80 vende parkimi për automjete, zonat e dedikuara për autobus, taksi dhe mjete elektrike, si dhe hapësira për biçikleta dhe skuter, duke ofruar kështu lehtësi dhe zgjidhje të rëndësishme për menaxhimin e parkimit dhe përmirësimin e mobilitetit urban në qytet. Temperaturat e larta kanë shtuar vigjilencën e shërbimit veterinar në qarkun e Gjirokastrës. Monitorimi i fermave po kryhet çdo ditë për të parandaluar përhapjen e sëmundjeve tek bagëtit, ndërsa veterinerët u bëjnë apel blegtorëve të bashkëpunojnë dhe të raportojnë çdo rast të dyshuar. Temperaturat e larta të kësaj periudhe kanë rritur vigjilencën e shërbimit veterinar në qarkun e Gjirokastrës, ku monitorimi i situatës epidemiologjike te bagëtit po kryhet çdo ditë. Specialistët janë në terren për të ndjekur nga afër gjendjen në ferma blegtorale, me synim për të parandaluar shfaqjen dhe përhapjen e sëmundjeve që favorizohen nga insekti. Për momentin përparësia kryesore tona është monitorimi i sëmundjes së PPR-s, i murtajës së të imtave, ku ne bëjmë kontroll dhe raportim ditor në drejtori dhe në qendër për situatën e PPR-s në fermat tona. E kemi raportim ditor. Kemi situatën për sëmundjen e plasjes. Kemi një rast vatër të re në suk të Përmetit. Në bazë të strategjisë janë marrë masat për vendosjen e karantinë, për vaksinimin, unazor për vaksinimin e pjesës ku ka rënë sëmundja, edhe për ndjekjen e situatës pastaj në të gjithë qarkun. Bëjmë monitorimin e sëmundjes së bruçelozës në gjedh. Marrim qumështin në bazë të strategjisë dhe ne në gjitha krerët e lopëve që shesin qumush në Lugi, në qytet, me fjalë lopët përgjithsisht përmirësuara, e lopët e egra, ne monitorojmë në bazë strategjisë 3 herë në vit për bruçelozë. Marrim qumësht, e çojmë në Tiranë, në Isuvë dhe raste të pakta ka me sëmundjen e bruçelozës në gjedh, pastaj zbatohet strategjia për eliminimin e kafshëve
edhe shëndetësimin e zonës. Kishim vetëm një rast në qarkun Gjirokastër me sëmundjen e bruçelozës, u morën masat në bazë të strategjisë, janë eliminuar kafshët, janë 4 krerë gjedhë. Ndërkohë, shërbimi veterinar u bën thirrje blegtorëve të tregojnë kujdes të shtuar gjatë kësaj periudhe, duke respektuar masat higjienosanitare të fermave dhe duke njoftuar menjëherë veterinerët për çdo rast të dyshuar sëmundje. Ju bëj thirrje fermerëve që të bashkëpunojnë me shërbimin veterinar, bashkëpunojnë me veterinerët për çdo rast, qoftë për sëmundjen e plasës, qoftë për sëmundjen e bruçelozës, kur ka raste të dyshuara që me atë të formim që kanë ata, kur ka lopë për shembull të dështuara, ne merremi me to, marrim gjakun për sëmundjen e bruçelozës, e ndjekim për ta izoluar si rast. Po kështu edhe me sëmundjen e plasës me që jemi në temperatura të larta. Fermerët e kanë për detyrim dhe veterinerët bashkëpunojnë me fermerët për të ndjekur situatën. Bashkëpunimi mes blegtorëve dhe specialistëve mbetet elementi kyç për mbrojtjen e shëndetit të tufave dhe për garantimin e sigurisë së prodhimit blegtoral. Labova e Kryqit në bashkinë e Libohovës vijon të jetë një nga destinacionet më të vizituara turistike, fal historisë, kishës së njohur dhe mikpritjes së banorëve. Turistët zgjedhin të eksplorojnë zonën edhe përmes aktiviteteve si udhëtimet me kuaj, ndërsa investimet në zonat rurale synojnë përmirësimin e lëvizjes turistike dhe kushteve të jetesës për komunitetin. Labova e Kryqit në bashkinë e Libohovës vijon të mbetet një nga fshatrat më të vizituar të zonës fal historisë së saj, kishës së njohur dhe mikpritjes së banorëve. Vlerat kulturore dhe tradita e këtij fshati e kanë kthyer atë në një pikë të rëndësishme për turistët vendas dhe të huaj. Vizitorët që mbërrin në Labovën e Kryqit nuk ndalen vetëm tek monumentet historike, po zgjedhin të eksplorojnë edhe natyrën përreth. Një nga mënyrat më të veçanta të përjetimit të zonës është udhëtimi me kuaj, një eksperiencë që e bën më të veçantë qëndrimin e turistëve. Ne kemi eksploruar të gjithë zonën me kuaj, kështu që kemi parë shumë gjëra të bukura që njerëzit e tjerë nuk i shohin. Nuk kemi nevojë të flasim shumë, thjesht të ndjekim udhëfyesin. Është shumë këndshëm, është mahnitëse, do të rikthehem patjetër përsëri. Kam lexuar për historinë e Shqipërisë në guida dhe kam mësuar se shqiptarët kanë kaluar shumë vështirësi në vite. Forca dhe mikpritja e njerëzve janë një frymëzim edhe për njerëzit nga vendet e tjera. Labova është bukur nga vetë natyra që ka, por kjo kishë e vjetër e bën fshatin edhe më karakteristik. Sipas specialistit të turizmit të zonat rurale të bashkisë së Libohovës, po marrin gjithnjë më shumë vëmendje nga vizitorët e huaj për të lehtësuar lëvizjen turistike dhe për të përmirësuar kushtet e jetesës së banorëve. Bashkia ka ndërhyrë me investime në këto zona. Tek zonat rurale, po themi që vazhdon të ketë interes të fshati i Labovës, domethënë duke përfshirë aty kisha e Shënmarisë, sigurisht Nepravishta, Teqja e Melanit, Sagoria, po ashtu që është një zonë tjetër e cila të lë impakt të mirë, po themi të turistët, dhe ata kanë dëshirë që të ecin për rrugë të pa ngacmuara nga dorë e njeriut. Dhe aty është natyra e tillë që të gjitha malet dhe lumi që është aty, urat janë aty, janë me interes për ta. Për pjesën e Nepravishtës sigurisht që është riasfaltuar rruga e Nepravishtës edhe është bërë më aksesueshme, gjithashtu dhe Zagoria, tashmë po vihet në e gjithë rruga e saj, duke pasur këto investimet e fundit edhe mund të aksesohet akoma më mirë duke hyrë edhe nga fusha e Çajupit, pasi nga Libohova akoma ka disa segmente jo të pakalueshme, po themi që janë të pa asfaltuara. Kombinimi trashëgimisë historike, bukurive natyrore dhe traditave vendase po e pozicionon Libohovën si një destinacion me potencial të rëndësishëm për turizmin rural. Rritja e numrit të vizitorëve sjell mundësi të reja për zhvillimin ekonomik të komuniteteve lokale. Në qendrën shëndetësore të Ksamilit, gjatë kësaj vere rastet më të shpeshta që trajtohen janë virozat e stinës dhe pickimet nga insekte të ndryshme. Mjekët këshillojnë pushuesit të tregojnë kujdes me ekspozimin në diell, hidratimin dhe të kërkojnë ndihmë mjekësore në rast nevoje.
Gjatë sezonit veror në qendrën shëndetësore të Ksamilit, rastet më të shpeshta që paraqiten për trajtim lidhen me virozat e stinës dhe pickimet nga insekte të ndryshme. Rritja e numrit të pushuesve dhe temperaturat e larta sjellin shtim të këtyre problemeve shëndetësore, të cilat kërkojnë kujdes dhe trajtim të përshtatshëm. Pak a shumë është një situatë siç ka qenë në viteve të kaluara, ku dominojnë virozat e stinës, që dikur kanë qenë sezonale, tash janë gjithvjetore. Kemi gastroenterite, kemi tonsilite, sidomos të shprehur te fëmijët, kemi djegje nga dielli, kemi pickime, kemi trauma të lehta, por deri tani gjithçka nga të dyja qendra shëndetësore përballohet me sukses gjithçka. Në raste shumë të veçanta që janë pak të komplikuara, këtu është e instaluar një autoambulancë 24 orë, me Sarandën, me Spitalin e Sarandës jemi shumë afër, dhe ato që nuk i zgjidhim dot, ne i çojmë pranë Spitalit të Sarandës për një ditë pak më të specializuar. Mjekët pranë qendrës shëndetësore bëjnë me dije se shumica e rasteve janë të menaxhueshme, por këshillojnë qytetarët dhe turistët të tregojnë kujdes gjatë qëndrimit në plazh dhe në ambiente të hapura. Ata rekomandojnë mbrojtjen nga dielli, konsumimin e mjaftueshëm të lëngjeve dhe respektimin e rregullave të higjienës. Këshillat që doja të thoja janë për fëmijët e vegjël, po kështu edhe për moshat madhore. Por sidomos për fëmijët e vegjël, duhet të kenë kujdes që fëmijët të nxjerrin në një orar në diell nga ora 8 deri në orën 10 dhe pas orës 16 deri në 18, për arsye se nëse nënat do mendojnë që ne e marrim fëmijën, po e mbajmë në çadër diçka të freskët, dhe aty fëmija dëmtohet. Pra orari më i mirë është ora 08 dhe në orën 10 dhe 16 dhe në orën 18. Po kështu, duke qenë se tek fëmijët kemi këto problemin e gastroenteriteve, nëna duhet të kenë shumë kujdes me ushqimet e fëmijët. Sidomos, në momentin që fëmija është me të vjella, kryesorja është marrja e ujit. Gjithashtu, bluzat e bardha këshillojnë që në rast të shfaqjes së simptomave të vazhdueshme apo reaksioneve pas pickimeve të insekteve, qytetarët të kërkojnë ndihmë mjekësore dhe të shmangin trajtimet pa këshillën e specialistëve. Qëllimi është që pushuesit të kalojnë një sezon veror sa më të sigurt dhe pa probleme shëndetësore. Në 2 vjetorin e ndarjes nga jeta, gjeniu i letrave shqipe Ismail Kadare përkujtohet në qytetin e lindjes përmes një organizimi të veçantë. Kronik në fes është titulluar aktiviteti, 2 ditor që nisi me fëmijët e qendrës kulturore Fato Berberi. Në Gjirokastër sot ka startuar një organizim i veçantë kushtuar shkrimtarit të madh Ismail Kadare. Ai vjen në titullin Kronik në fes, ideuar me një sër aktivitetesh ku janë përfshirë edhe fëmijët. Është në rastin e përkujtimores të madhit Ismail Kadare. Titulli është vendosur si frymëzim prej Kronik në gur, një prej veprave të atij. E kemi menduar si një formë kreativiteti, jo vetëm si një bisedë letrare apo si diçka mes atyre që tashmë e njohin Ismail Kadaren dhe veprën e tij, që kanë lexuar libra apo dhe kanë parë filma të bazuar në shkrimet e tij, por edhe si një formë për të edukuar me fëmijët nëpërmjet lojrave, për të njohur me këtë autor, nëpërmjet lojrave të ndryshme të vijë një formë edukimi që ata më pas të rriten ta kërkojnë për të njohur me veprën e tij më konkretisht. Pra ta zbërthejmë pak a shumë si një autor edhe learning by playing, që është një metodologji e tillë. E para ata ndërtojnë një kartolinë, një ndër gjërat e preferuar nëse mund ta quajmë të tillë, që Ismail Kadare dërgonte shpesh miqve të tij dhe të afërmit të tij. Ata njihen me kartolinën, që tashmë fal teknologjisë fatkeqësisht ne nuk e përdorim më aq shpesh, por mbetet një kujtim sepse ata e shkruajnë, e ngjyrosin vetë duke personalizuar, edhe e vizatojnë dhe e mbajnë
një kujtim. Ndërkohë nga ana tjetër ata krijojnë një bookmark ose një shenjues librash që prapë do ta kenë kujtim për librat jashtëshkollor që ata do të lexojnë gjatë verës. Dhe nga ana tjetër do të ngjyrosin postera që janë printuar në formë skice të filmave të ndryshëm që janë bazuar në veprën e Ismail Kadares. Po bëj një kartolin për kushuririn, se ne lozim ditë për ditë dhe dalim bashkë. Dhe çfarë i ke shkruar aty? Unë kam shkruar Bese dhe Ajla. Kam bërë një kartonin për shoqen time e cila ka emrin Ajla. Aty kam dhe në shkollë, e kam shoqen më të ngushtë. Unë kam menduar ta bëj për ca fjalë që më vinë në mendje, por tani nuk më kanë ardhur fjalë në mendje. Mendoj se do më vinë më vonë. Po piktura që ke bërë te kartolina? Është një fjonga e cila kam bërë për shoqen time Ajla, sepse ajo është fiks një fjonga e vogël e cila mua më pëlqen shumë. Ne tani po ngjyrosim një të premtuar nga Kadares, dimri i vetmisë së madhe. Unë nuk kam dëgjuar shumë Kadaren nga librat e Kadares, më pëlqen shumë si shkrimtar dhe jam krenar që jetoj në Gjirokastër edhe ne njihemi për Kadaren, për shkrimtarin më të madh. Ti ke lexuar ndonjë libër të tij? Unë nuk kam lexuar, por gjyshi më ka treguar historitë e Kadares dhe kemi një libër, kemi libra plot të Kadares edhe mami edhe gjyshit i pëlqej shumë Kadare. Do ta lexoj dhe unë kur të rritem. Kronik në fest vjen për herë të parë në qytetin e Gurtë me aktivitete interesante të shtrira në 2 ditë. Jo ta shohim si një të paprekshëm, por të vi nëpërmjet filmit që të kemi pasdite tek pjesa e sheshit tek Çeçistopulli. Nga ana tjetër do të kemi një bisedë dhe muzikë në të njëjtën kohë që të jetë prapë interesante me publikun në mosha të ndryshme. Një trivia night që nuk besoj se është bërë ndonjëherë, që të organizohet një pyetësor se sa e njeh publiku Ismail Kadaren dhe veprën e tij, me pyetje përgjigje deri diku po themi interesante, por edhe pak gazmore, dhe kjo sigurisht i zhdërvjellson njerëzit e i bën që të specializohen më shumë me njëri tjetrin. Dhe nga ana tjetër kemi edhe një tur që do të njihemi me Gjirokastra në atyre vendeve që Ismail Kadareja përshkrua në shkrimet e tij, që është edhe për turistët vendas, edhe për gjirokastritët, por edhe për turistët e huaj. Kronik në fest është një organizim i Bashkisë Gjirokastër dhe një grup i vajzash të shoqatës Do Art. Specialisti i folklorit Mihal Kiçaqi vlerësoi takimet folklorike që organizohen gjatë javëve të fundit në zonat ku banon minoriteti etnik grek. Megjithatë, ai mendon se në disa raste cilësia artistike vlen për t'u dëshiruar. Prej muajit maj dhe deri në fund të muajit gusht, në një sit vendore ku banon kryesisht minoriteti etnik grek, organizohet disa festivale dhe aktivitete folklorike. Janë me 10 grupe që vinë nga qarket e Gjirokastës dhe të Vlorës, si dhe nga të gjitha zonat e Greqisë Fqinje. Specialisti i folklorit me një përvojë për 5 dekadash, pjesëmarrës i drejtues artistik në shumë festivale kombëtare folklorike të Gjirokastës, sjell për televizionin publik mendimin e tij për aktivitetet kulturore që organizohen në këtë periudhë në Tropull dhe Finiq. Këto janë evente të rëndësishme, sidomos festivalet folklorike, kur organizohen sakt, bëjnë, domethënë kanë një fuqi magjike që lidhin edhe njerëzit, lidhin krahinat, sidomos kur janë edhe tektuar nga zonat e ndryshme, po nxjerrin e pak, domethënë mençurinë e popullit, nxjerrin e pak stolit, veshjet edhe të gjitha këto ndikojnë shpirtërisht edhe miqësojnë njerëzit, i afrojnë njerëzit. Domethënë festivali është mjeti më i mirë, si ta themi, për të miqësuar, për të afruar njerëzit, krahinat dhe gjithçka. Unë për veten time nuk i quaj festivale. Thjesht mund t'i quajmë takime, edicione. Zgjedhim grupe për shembull ato që na pëlqejnë ose ata që kanë mundësi të vinë, edhe vinë paraqesin për shembull folklorin e tyre, këto zonat, grupet. Ky është edicion, po ka rëndësinë e vet, por nuk është festival faktikisht. Gjithsesi, sot i Kiçaqi e vëzhgon situatën edhe me syrin e specialistit. Për mendimin tim akoma nuk kanë arritur ta interpretojnë në shkallën e dur, sepse çdo vallë dhe çdo këngë ka emocione, ka brenda, domethënë, edhe nga teksti, por edhe si ta vesh në skenë, domethënë, duhet gjithmonë ndjenja emocioni, që atë ndjenjën e emocion e lind vetë vallja. Njëkohësisht, gjatë muajit gusht në të 99 fshatat e Tropullit dhe të Finiqit, do të organizohen festa popullore të traditës dhe të besimit fetar.
Në përkujtim të rënjes së Qerqis Topullit, Bule Naipit, Persefoni Kokdhimës dhe Muzafera Asqeriut në sheshin Qerqis Topulli në Gjirokastër u zhvillua një ceremoni homazhesh me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të institucioneve vendore, veteranëve, familjarëve të dëshmorëve dhe qytetarëve. Gjatë aktivitetit u vlerësua kontributi dhe sakrifica e 4 heronjve të popullit për lirinë dhe pavarësinë e vendit. Në sheshin Qerqis Topulli në Gjirokastër u zhvillua ceremonia përkujtimore në nder të rënjes së heronjve të popullit. Qerqis Topullit më 15 korrik 1915, ekzekutimin e heroinave Bule Naipi dhe Persefoni Kokdhima më 17 korrik 1944, si dhe rënjen e Muzafera Asqeri më 19 korrik 1942, ku u nderua vepra dhe sakrifica e tyre për lirinë e vendit. Pari dua ta nis me një falënderim për organizatorët e kësaj përkujtimore, me një rëndësi të veçantë jo vetëm për Gjirokastrën, por për gjithë Shqipërinë. Në fakt janë disa data që nuk janë thjesht pjesë e kalendarit, por janë pjesë e kujtesës se liria dhe dinjiteti i një vendi janë ndërtuar mbi sakrifica, trimëri dhe guximin e njerëzve të tij. Pikërisht sot jemi bashkë për të kujtuar Qerqis Topullin, Bule Naipin, Persefon Kokdhimën dhe Muzafera Asqeriun. Emra që ditën të tregonin se mbi gjithçka vendosën lirinë e vendit dhe dashurinë për këtë vend. Emra të cilët na tregojnë se me sakrificën e tyre, ky komb arriti që sot të jetë i lirë dhe i pavarur. Me shumë dashuri dhe mirënjohje në nderim të emrit dhe kujtesës së tyre, përulemi para jetës dhe veprës së tyre, pasi sot ata janë një burim frymëzimi jo vetëm për qytetin e Gjirokastrës, por edhe për gjithë kujtesën historike të kombit tonë të Shqipërisë. Detyra jonë sot është që këtë kujtesë historike ta përcjellim edhe te brezat e rinj, sepse një komb që njeh historinë e tij ndërton një të ardhme dhe ndërton shpresë. Të paharruar përjet kujtimi i tyre. Përfaqësues të Komitetit të Veteranëve u shprehën se këto përvjetore janë një mundësi për të kujtuar sakrificën e atyre që luftuan për lirinë dhe pavarësinë e vendit. Sot përkujtojmë 3 ngjarje të rëndësishme të historisë. Vrasjen e Qerqis Topullit më 15 korrik të vitit 1915 në fushë të Shtojit në Shkodër nga forcat malazeze. Përkujtojmë rënjen e herojit të popullit, Muzafera Asqeri në Goricë të Dropullit, i cili ra dëshmor për lirinë e atë dheut në datën 19 korrik të vitit 1942. Po sot përkujtojmë dhe rënjen e Bule Naipit dhe Persefoni Kokdhimës, të cilat u varën në litar nga forcat naziste. Pra, heroi popullit Qerqis Topullit, heroi popullit Muzafera Asqeri, heroinat e popullit Bule Naipi dhe Persefoni Kokdhima janë hyje në kurorën e lavdisë shqiptare. Janë pjesë e rëndësishme e pavarësisë dhe lirisë. Nga ne vetëm për ullje dhe nderim. Sot jemi mbledhur këtu në këtë ceremoni të vogël për të përkujtuar heroinat e popullit Bule Naipi, Persefoni Kokdhima, të cilat u varën në litar në një rap të motshëm që kishte këtu në Qilpërda. Qerqis Topulli, këtë vigan të revolucionit, dha jetën në Shkodër, në një fshat të Shkodrës, i tradhtuar nga spionazhi grek dhe eshat e të cilit i prunë në Gjirokastrën në vitin 1934. Edhe Muzo Asqeriun, heroin e popullit, i cili është ka busin atje për të vënë kurora dhe për t'i kujtuar për gjithmonë. I paharruar qoftë kujtimi i tyre. Përmes këtyre aktiviteteve përkujtimore synohet që historia dhe vlerat e lirisë të ruhen gjallë, duke u përcjellë si një mesazh edukues edhe në brezat e rinj. Ishim në minutat editarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashk, miru pafshim.